e autoritetit apo nga shtrati kushtetues që i është dhënë gjykatës kushtetuese dhe shndrimi i saj si në një gjykatë apeli. Kështu e shpreha sepse fakti kur shkon një vendim konkret për rastin e zonjës Balluku? Po duke patur në konsiderat faktin që objekti i gjykatës kushtetuese ka lidhje me konfliktin e pushteteve, me përshtatjen me kushtetutën të akteve ligjore dhe nënligjore, dhe faktin e thjesht që nuk kemi të bëjmë me një konflikt të mirëfillt kushtetues mes pushteteve, dhe faktin që kryeministri ndërhyn në gjykatën kushtetuese me konflikt abstrakt, jo konflikt konkret, si që është në rastin konkret, unë mendoj që duket sikur gjykata kushtetuese do marrë në vlerësim vendimin e gjykatës së shkallës së parë të posaçme. Gjykatës posaçme, t'i bjem shkurt. Dhe këtu është ngërçi dhe paradoksi që ndodh në këtë rast. Kryeministri mund të shkonte në gjykatën kushtetuese dhe të kërkonte dhe të thoshte, dispozita e nenit 242 të kodit procedurës penale bie ndesh me faktin që krijon konflikt mes pushtetit gjyqësor dhe pushtetit ekzekutiv, sepse më detyron mua të pezulloj një antar tim të kabinetit jashtë vullnetit tim politik. Këtu do ishim okej. Dhe ky quhet ai që është konflikti abstrakt. Por kur ti shkon me një vendim të një gjykate konkrete, me një vendim për një individ konkret, i cili është në bazë të kodit procedurës penale, është në bazë të një çështje penale konkrete, i nxjerr brenda ligjshmërisë të tij në çdo element të vendimit, çfarë po bën? Po kërkon kushtetueshmërinë e një vendimi të gjykatës shkallës parë dhe nga pikpamja letrare ishte kryeministri që u legjitimuar, që për mendimin tim nuk ka pse të legjitimohet një kërkesë për individin, pavarësisht se kush e bën, ishte parlamenti, ishte presidenca, ishte normal prokuroria e posaçme, fatmirësisht gjykata e posaçme nuk pranoi. Mos më thuaj presidenca, po më thuaj presidenti. Mos u komplekso nga individi, po më merr institucionin. Në fakt, për autoritetin që ka të kompleksohem, por... Mos e s'është për të qeshur. Jo, që të bëjmë dhe në këtë hall jemi. Në këtë hall jemi s'kemi si e zgjidhim. Na ka zënë, na ka zënë dhe shtym. Dhe mungonte personi që ndaj të cilit kishte ndodhur ngjarje konkrete, pasoja konkrete që vinte nga vendimi i gjykatës shkallës parë. Atëherë, në gjithë të situatë, çfarë po bën gjykata kushtetuese? Po i thot gjykatës shkallës parë, ke marrë një vendim antikushtetues? Në rast se do duhet të ndërhyj, ajo mbase ndërhyn dhe kryesisht, po unë them ka filluar procesi gabimisht, sepse kryeministri nuk legjitimoi për mendimin tim, është komplet personale, të vinte në lëvizje diçka të tillë. Donte ta diskutonte, në 242 kodit procedurës penale, le të hidhet dhe të interpretohet përfundimisht nga gjykata kushtetuese. A do duhet që të pezullohet një antar i qeverisë nga një gjykatë penale për një mas sigurimi konkrete personale. Ky është Elbi Lojës. Dhe ky është koncepti. Por jo duke vënë në lëvizje në formë individuale. Por kjo është e vetmja rrugë. Se s'ka mënyrë tjetër. Atëherë, pse duhet të ndërhysh me një vendim i cili nga pikpamja individuale do ndiqte rrugën e individit që të ndjek të drejtën e vet në apel, në gjykatën e lartë dhe në fund shkonte në gjykatë kushtetuese. Se interpretimit të thuash, ti po ndërhyn, ti si gjykatë e shkallës parë, po ndërhyn në autoritetin e pushtetit ekzekutiv, a do të flasim formalisht, po, nuk po ndërhy, unë po ta pezulloj, nuk po ta shkarkoj, nuk po ta emroj, unë po ta pezulloj derisa të përfundoj procesi. Çfarë do ndodhi? Atëherë o burra, gjykata kushtetuese t'ia